38 dialekte të krainave të ndryshme bëjnë pjesë e një ekspozite në Muzeun Historik të Shkodrës e titulluar Arti i Fijes në Elek. Kjo ekspozitë solli një rrëfim përmes ngjyrës dhe dorës së gruas artizane shqiptare. Është një temë e cila u vendos gjatë procesit të seleksionimit të jelekëve që do ekspozohen, sepse në çdo element ne kishte një wow, sa i bukur, pra ishte një magjepsi totale. Normalisht që tradita është një nga vlerat kryesore që Shkodra, qyteti ynë, njerëzit i kanë transmetuar ndër vite. Dhe pikërisht këto jelek janë pjesë e kësaj tradite. Është artizanat, është një shpirt i vendosur në çdo fije të enën në jelek. Jelekt janë në fond muzeor, të cilët janë dhuruar nga njerëz, janë dhuruar nga shkolla përgjatë viteve, bëhet fjalë që nga rreth viteve 1950 e këtej, jelekët janë tashmë pjesë e fondit muzeor si fakt i dhurimit nga individ të ndryshëm. Veçantia e jelekëve qëndron në faktin e origjinalitetit dhe shumëllojshmërisë së tyre, si në punime, ashtu dhe në pikpamjen kohore. Këto jelekë janë të gjithë origjinal, veçantia e tyre qëndron në shumëllojshmërinë. Shumëllojshmërinë nga pikpamja kohore, më i vjetri i tyre është i viteve 1700, më i vonshmi është i 50 vjetëve më përpara. Edhe nga në e hapsinës që përfaqësojnë, pra kena edhe nga Erseka, kena edhe nga Gjakova, por shumica më tepër se gjysa janë të Shkodrës. Edhe nga pikpamja tjetër edhe mënyra se si ato janë kriju, disa i përkasin shtresave të pasuna, disa i përkasin shtresave më pak të pasuna. Janë të dekoruar me tertil, disa të tjera. Pra ka një shumëllojshmëri, megjithëse numri i tyre nuk ka shumë i madh, janë vetëm 38, por nuk ka përsëritje, nuk ka dy njësoj. Ky aktivitet erdhi në kuadër të festave të nëntorit, ndërsa ekspozita do qëndrojë hapur në ambientet e Muzeut Historik të Shkodrës deri me datën 30 nëntor.